Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në këto ditë të nxehta vere ku shumica kërkojnë freskinë e Bregdetit, ka edhe nga ata që zgjedhin qetësinë e zonave malore. Një prej destinacioneve më të frekuentuara është Mali i Çajupit, i cili po të rrejë gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj, fal natyrës së paprekur, ajrit të pastër dhe mikpritjes në bujtinat e zonës. Gjatë këtij viti shkollor, nxënësit e shkollës profesionale Antoni Athanas në Sarandë kanë zhvilluar praktikën mësimore pranë bizneseve të zonës, duke fituar përvojë të vlefshme profesionale. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, kjo eksperiencë ka qenë e dobishme si për nxënësit, ashtu edhe për bizneset. Bashkia e Sarandës po fijon investimet në zonat rurale duke u fokusuar kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Ndërhyrjet janë realizuar si në rrugët brenda fshatrave, ashtu edhe në segmentet që i lidhin ato me zonat urbane dhe qytetin e Sarandës. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Joli Odine, fshatrat e bashkisë nuk paraqesin problematika të theksuara për shkak të afërsisë me qytetin. Kur Veleqi u kthye në një pikë takimi të traditës dhe kulturës me organizimin e edicionit të parë të festivalit Mes Malesh. Aktiviteti mblodhi banor dhe vizitor, duke promovuar folklorin, kulinarin dhe trashëgimin kulturore të kësaj krajine, me synim për t'i ruajtur dhe për t'i përcjell ato tek brezat e rinj. Ju njohim tani më gjërësisht. Në këto ditë të nxehta vere ku shumica kërkojnë freskinë e Bregdetit, ka edhe nga ata që zgjedhin qetësinë e zonave malore. Një prej destinacioneve më të frekuentuara është Mali i Çajupit, i cili po të rrejë gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj fal natyrës së paprekur, ajrit të pastër dhe mikpritjes në bujtinat e zonës. Në një kohë kur shumë njerëz zgjedhin Bregdetin për të pushuar, ka edhe nga ata që kërkojnë qetësinë larg zhurmës së plazheve, në gjirin e natyrës malore. Një nga destinacionet që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje gjatë kësaj periudhe është Mali i Çajupit, i frekuentuar si nga vizitorët e huaj ashtu edhe nga vendasit. Ne në det jemi rritur, por donim të shikonim diçka ndryshe, diçka në Shqipëri, dhe pse jo Çajupin, që është një mal një orë gjysmë larg Sarandës. Kishim dëgjuar që ishte shumë bukur, erdhëm ta shikonim, gjyshim kishte shumë dëshirë ta shikonte malin e Çajupit, dhe ndaj zgjodhëm këtë vend. Na kishin rekomanduar të vinim këtu, dhe erdhëm dhe është shumë bukur, na pëlqeu shumë. Diçka e veçantë, është diçka në natyrë, tani më luksin e gjen kudo, por natyrën nuk e gjen kudo. I lidhur me vargjet e poetit Naim Frashëri, ky vend duket sikur merr jetë nga përshkrimet e tij, duke ofruar të njëjtat bukuri dhe qetësi që ai ka përjetësuar në krijimtarinë e tij. Bukuri rra, më pëlqen shumë. Më kanë folë shumë që në vargjet e Naimit, o Çajupo vendi bukur, o Baçeje luleve. E kisha ëndër këtë punë, këta shikoja më afër. Shumë njerëz të mirë, shumë punëtor, mua më pëlqen njerëzit punëtor, më pëlqejnë shumë. Të vënë radhë pa ne zgjon se keshim dëgjuar o Çajupo vendi bukur, pa shkelur këtë vend. U jam i vjetër, që është mali gjërë dhe deri në kufim e Grekun am shkel tërë ato mali ashtu, këtu s'kesh ardhur ndonjëherë. Po e kesh dëgjuar e kesh dëshirë që ta shikoja një herë në realitet në. Mes gjelbërimit, ajrit të pastër dhe freskisë që karakterizon zonën, si dhe mikpritjes së ngrohtë në bujtinat e ngritura aty, Mali i Çajupit po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për adhuruesit e turizmit malor. Gjatë këtij viti shkollor, nxënësit e shkollës profesionale Antoni Athanas në Sarandë kanë zhvilluar praktikën mësimore pranë bizneseve të zonës, duke fituar përvojë të vlefshme profesionale. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, kjo eksperiencë ka qenë e dobishme si për nxënësit, ashtu edhe për bizneset, ndërsa shumë prej tyre kanë kryer edhe provimin praktik direkt në ambientet e punës. Ky bashkëpunim po ndihmon në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës dhe në forcimin e lidhjes mes arsimit profesionale dhe biznesit. Nxënësit e shkollës profesionale Antoni Athanas në Sarandë kanë zhvilluar gjatë këtij viti shkollor praktikën profesionale pranë bizneseve të ndryshme të zonës. Bashkëpunimi mes shkollës dhe sipërmarrjeve lokale ka krijuar mundësi që të rinjtë të njihen nga afër me profesionet që kanë zgjedhur. Praktikat në biznes kanë qenë të tre nivele, ka qenë kualifikimi 2, kualifikimi 3, por edhe kualifikimi 5 që është MSA-ja.
Si nxënësit dhe bizneset, mendoj se janë të kënaqur nga praktika, sepse edhe nxënësit mësojnë shumë në pranë bizneseve nga mentorët e tyre, por dhe për bizneset e Sarandës është ndihmë kur kanë një praktikant apo një punonjës në thonjza më shumë. Provimet që ne bëm në Guzhin Dual, që ishte nga sistemi dual që kishim si vjet tek niveli të kualifikimi i tretë, ishte njërisi dhe dole në një mënyrë shumë profesionale, shumë prej nxënësve i bën provimin direkt në biznese dhe ne gjejmë rastin të falenderoj këto biznese partnere të shkollës që i vënë guzhinat e tyre dhe stafin e tyre në dispozicion të provimeve të nxënësve tonë. Kjo praktikë ka rezultuar e dobishme jo vetëm për nxënësit, të cilët kanë fituar përvojë konkrete në tregun e punës, por edhe për bizneset e Sarandës, të cilat kanë përfituar nga angazhimi dhe kontributi i të rinjve gjatë sezonit të punës. Përmes këtij procesi nxënësit kanë pasur mundësi të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe të përgatiten më mirë për të ardhmen. Mendoj se vlen shumë sepse është nxënësi atje shikon veten atje ku do jetë në të ardhmen dhe merr më të mirën nga mentorët e tyre, të cilët kuptohet ne kemi biznese shumë të fuqishme, siç ishin Bukenvillet apo të tjera biznese të fuqishme ku bën provimet, dhe ata kanë në çdo gjë avangard. Bizneset janë më avangard edhe nga kurrikulat dhe nga ato që kanë sot shkollat profesionale, sepse biznesi gjithmonë është një hap përpara. Bashkëpunimi mes shkollës profesionale Antonia Athanas dhe bizneseve të Sarandës po dëshmon rëndësinë e arsimit profesional të lidhur ngushtë me tregun e punës. Përvoja e fituar gjatë praktikës u jep nxënësve më shumë mundësi për punësim në të ardhmen, ndërsa bizneset përfitojnë nga përgatitja e brezit të ri të profesionistëve. Ky model bashkëpunimi mbetet një hap i rëndësishëm drejt formimit cilësor dhe integrimit të rinjve në jetën profesionale. Policia vendore në Dropull ka filluar zbatimin e planit të masave që ka hartuar për të garantuar sigurinë dhe qetësinë publike gjatë muajve të verës. Një rëndësi të veçantë ka kushtuar kontrolli teknik të këndeve të lojrave në përfshatra, pasi vinë shumë fëmijë në vendlindje me prindrit e tyre emigrantë. Ditët e fundit të qesorit të shënojnë fillimin e kthimit të emigrantëve nga Greqia, kryesisht në 41 fshatra të Dropullit dhe të Pogonit, të moshuar që banojnë jashtë shtetit, së bashku me mbesat dhe nipërit e tyre, të cilët sapo kanë përfunduar shkollën. Fluksi i kthimit të emigrantëve do të kulmojë muajin gusht, ku pothuajse në të gjitha fshatrat e 3 njësive administrative të Bashkisë Dropull do të zhvillohen aktivitete kulturore dhe festa popullore. Prandaj dhe struktura e policisë bashkiake të kësaj njësie vendore ka filluar zbatimin e planit të masave që kanë hartuar për të garantuar qetësinë publike gjatë muajve të verës. Pothuajse në gjitha fshatrat e Dropullit organizohen edhe aktivitete panajire që ne i themi. A keni programuar ju patrullim në fshatrat e Dropullit edhe të Pogonit gjatë këtyre muajve? Po, patjetër kemi marrë masa për patrullimin, duke parë që lëvizjet e makinave të koordinohen mos ecin shpejt të lëvizin me shpejtësinë e caktuar nga kodi rrugor. Gjithashtu edhe në panajire, parkimet, që të mos kemi probleme për mbarvajtjen e këtyre aktiviteteve. Kjo strukturë vendore po i kushton një rëndësi të veçantë kujdesit ndaj fëmijëve, të cilët do të mbushin këndet e lojrave gjatë javëve të ardhshme. Nga ana policisë bashkiake, si çdo vit edhe këtë vit, kemi marrë gjitha masat për mbarvajtjen e aktiviteteve, kemi marrë masat për rregullimin e këndrave të lojrave, se zakonisht kur me mbarimin e vitit shkollor, është kthe në përfshatrat tona shumë fëmijë dhe prindërit e tyre për të kaluar pushimet verore. Dhe kështu që nga ana jon janë marrë gjitha masat për pastrimin, mirëmbajtjen, rregullimin e këtyre këndeve të lojrave. Njëkohësisht, bashkëpunimi me kryetarët e fshatrave, por edhe me drejtuesit e shoqatave të emigrantëve, ka një rëndësi të veçantë për mbarvajtjen e sigurisë publike në Dropull dhe në Pogon. Bashkia e Sarandës po fijon investimet në zonat rurale duke u fokusuar kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Ndërhyrjet janë realizuar si në rrugët brenda fshatrave, ashtu edhe në segmentet që i lidhin ato me zonat urbane dhe qytetin e Sarandës. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Jolio Dine, fshatrat e bashkisë nuk paraqesin problematika të theksuara për shkak të afërsisë me qytetin, ndërsa investimet do të vijojnë edhe në të ardhmen.
Bashkia e Sarandës vijon të ketë në fokus të punës së saj zonat rurale ku gjatë kësaj periudhe janë realizuar një sër investimesh në infrastrukturën publike. Ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, me synim lehtësimin e lëvizjes së banorëve dhe rritjen e aksesit drejt fshatrave. Punimet kanë përfshirë jo vetëm rrugët brenda lagjeve të fshatrave, por edhe segmentet rrugore që lidhin zonat rurale me qendrën e qytetit dhe zonat urbane përreth. Këto investime synojnë të përmirësojnë kushtet e qarkullimit dhe të ofrojnë më shumë siguri e komoditet për banorët që jetojnë në këto zona. Në çdo moment ka ndërhyrje në zonat rurale. Sa i përket investimeve, sigurisht ka edhe investime madhore që lidhin këto zona rurale me zonat urbane dhe me pjesën kryesore të qytetit dhe zonat turistike siç është Ksamili. Por ka dhe ndërhyrje të vogla që mbulojnë nga bashkia ditë për ditë, sa i përket problemeve që hasim dhe atyre që denoncojnë qytetarët. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Joli Odine, fshatrat e Bashkisë së Sarandës nuk ndodhen në distanca të mëdha nga qyteti, çka ka bërë të mundur ofrimin e shërbimeve dhe ndërhyrjeve infrastrukturore në kohë. Ai thekson se aktualisht nuk ka zona rurale që përballen me problematika të theksuara, ndërsa investimet do të vijojnë edhe në të ardhmen sipas nevojave të komunitetit. Në përgjithësi, zonat që mbulon Bashkia Sarandë, fshatrat nuk janë një lagësi të madhe, që të thua që janë zona të lagta nga qendra e qytetit. Fshatrat Shuk, Shelegar, Bedenesh, Metoq janë në një afërsi vetëm pak kilometra nga qendra, kështu që nuk besoj se mund të flasim për zona të lagta rurale që mund të kenë probleme. Përmes këtyre investimeve, Bashkia e Sarandës synon të përmirësojë cilësinë e jetesës në zonat rurale, duke garantuar infrastrukturë më të mirë dhe lidhje më efikase mes fshatrave dhe qytetit. Kurveleshi u kthye në një pikë takim të traditës dhe kulturës me organizimin e edicionit të parë të festivalit Mes Malesh. Aktiviteti mblodhi banor dhe vizitor duke promovuar folklorin, kulinarin dhe trashëgimin kulturore të kësaj krahine me synim për t'i ruajtur dhe për t'i përcjell ato tek brezat e rinj. Në zemër të Kurveleshit, mes peizazheve malore dhe traditës së trashëguar brez pas brezi, u zhvillua edicioni i parë, Festival Mes Malesh. Aktiviteti solli në qendër të vëmendjes vlerat autentike të zonës, duke promovuar kulinarin tradicionale, këngë dhe valle. Qëllimi i këtij festivali është të promovojë vlerat kulturore, traditat e këtij vendi, për t'i hapur rrugën promovimit të fshatit dhe për ta kthyer këtë fshat në një fshat turistik. Është një fshat i cili po rigjallërohet, është bërë rrugat, po ndërtohet shtëpi dhe ka nevojë që të promovohet me vlerat natyrore, atraksionet natyrore, me vlerat historike. Festivali shënoi një hap të rëndësishëm në promovimin e trashëgimisë kulturore të golemit të Kurveleshit. Është një aktivitet që për mua duhet të ketë një të ardhme të garantuar, sepse për herë të parë ndodh që në Kurvelesh të bëhet një festival i tillë, një festival që të ketë në themel jo vetëm këngën tradicionale të labe. Përveç muzikës dhe valleve tradicionale, një vend të veçantë në festival, zuri dhe kulinaria, ku ambisat e zonës prezantuan gatime karakteristike të trashëguara ndër breza. Këtu kemi produktet tona, të cilat i prodhojmë vetë. Vina një qik petanik tu. Konkretisht djath kaçkavall, djath të bardh, gjalp, gjiz. Këtu ka fshati, ka petanik, lakror, pëpeq, shapkat, këto kemi traditë. Këto na kanë trashëguar mama tona, këto kemi traditë. Ne shumë mirë sepse ne promovojmë gjitha produktet e fshatit, të zonës, që janë gjitha këto domethënë që na bulmetrat, bimët medicinale, gatime tradicionale, që janë shumë domethënë të ngelur që në breza, polifonin si që shikoni. Festivali u organizua nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut, me synim për të ruajtur dhe promovuar trashëgimin kulturore të kësaj krahine. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.